Ku me marrë rëndësishme për ne mo, s'ka për pensionistët. Ka pas projekat të ashtu, tash në minimin e Zot atyne të firmës, në i naknoshme. Mosha e tretë ka ne duke lëviz si puna e një fëmije jetim që nuk ka shtëpinë e vetë. Dhe ardhja e këtij çastit nga Zoti Kastrati dhe Zoti Pirin Rau, se s'po hapëm më tepër, është një ner respekt për gjithë punën që ka bën kjo moshë. Pra më shumë është respekt në asaj që kemi bën, se në fundit njeriu qëndron edhe në shtëpitë vet. Është një ndër qendrat kryesore, të paktën për moshën tonë, dhe Zoti ja u shpërbleft. Sot është një ditë e bukur për Lezhën, sepse Lezhë adreson një ndër problemet më serioze për një nga kategoritë sociale më në nevojë, që është mosha e tretë. Për një projekt dinitos që Shqipëria sot nuk e ka. Ne në Lezhë fillojmë një projekt për një qendër të moshës së tretë ku do të jetë një mundësi për të gjithë ata që kanë periudhën e pensionit, por që duan një vend ku të kalojnë kohën e lirë, ku të kalojnë kohën në mënyrë interaktive me aktivitete të ndryshme, me një sistem organizativ, një plan të cilën bashkia do ta ushtrojë pas mbarimit të qendrës moshës së tretë. Duke vënë themelin sot të atij objekti, ne adresojmë një histori të re. Një histori të re ku gjithë shtetet në nevojë do gjejnë absolutisht një mënyrë për të trajtuar dhe për të respektuar. Duhet të thonë se këtu kanë pasbanuar disa familjarë, unë kam respekt për secilin prej tyre. Na duhet që t'i trajtojmë të gjithë, të gjejmë mënyrën e integrimit të atyre dhe po e bëjmë. Ne jemi disponuar me bonus qiraja dhe së shpejti ne fillojmë edhe me endin e banesave, ndërtesa ku ne kemi ftuar banorët e kësaj që janë shpërngulur për këtu të aplikojnë.